Hajde, Vanessa. Shumë. Urime të të morsit. Faleminderit. Dhe Vanessa. E të fol. Ku dush, Olin? Ku dush? Qa po urnoj që tu? Hajde, Vanessa. Për lule. Urime të të morsin. Faleminderit. Urime. Urime të të morsin, Vanessa. Si je, si kalove? Mirë, faleminderit. Gjibane? Sot mirë, dita me djellë. Nuk mund nga nasë disponimi. Edhe dita jonë fesojna pak ma ndryshe, ndjejna pak ma ndryshe, ndjejme ma të fëqeshme, ma të respektume, ma tona. Qështë puni eshte? Edhe i kujtoni qaka? Shumë mirë. Nuk e di, shumë mirë unë djeva, me mëngjes. Edhe gjeli e bërit vetën, të më drejtë. Sigurisht, na e patë energjin me mëngjes. Me i kem pas do mysafire që fillimisht e para ishte shumë frymëzuese, mysafire tjera gazmore jemi kënaqur tu kesh. Kështu që tash po vazhdojmë të gratë e fuqishme në përbot. Faktikisht edhe unë do e sjell një listë me disa gra shumë frymëzuese që kanë bërë histori edhe kanë bërë këtë shoqëri të jetë kësaj si që është. Do me thonë për të mirë kuptohet. Listën që e kam përzgjedhë, do me thonë janë disa gra, megjithatë nëse e kisha vazhduar me krejt gratë edhe që kanë lënë gjurmë në histori, lista kishte me dalë me më shumë, ndoshta 100, 200, 500, po me gjitha të, unë i kam rëndit vetëm disa prej tyre. Cilat janë ato? Do me thonë, e kam largu këtë, nuk e kam largu, por nuk e kam sjell atë listën shablon, kështu klishe që ja kemi parë për herë, natyresht nuk i harojmë edhe gjërat edhe merita që i kam bërë Grasinën, Tereza, Marie Curie, po ashtu edhe Kleopatra, le të kthehemi pak në kohë, po kjo lista që e kam përzgjedhur unë është pak ma fresh, le të themi. Kush është? Okej, listën, do me thonë e para në listë është Simone de Beauvoir, është një filozofe franceze, tekstet e saj kanë shërby shumë për, do me thonë, filozofin feministe, dhe libri saj quhet Seksi i dytë. Simone de Beauvoir është edhe partnerja e filozofit Sartre, dhe natyrisht e gjithë krimtaria saj ka qenë ndikuar prej tij. Simone de Beauvoir në librin e saj Seksi i dytë e përmend një gjë që unë e kam shumë për qef dhe zakonisht e them, është kjo që punët e shtëpis janë punë Sizifi, thot ajo, do me thonë janë punë koti. A është ashtu, a? Ashtu është. E dyta në listë që e kam rënditur është Hillary Clinton. Natyresht nuk kemi si mos me fut në listë Hillaryn. Ajo ishte avokate diku për 5 dekada, masandej ka vazhdu edhe në rolet e saj si zonje parë, senatore, sekretare e shtetit, por edhe pasi që nuk është, do me thonë, në kryet shtetit edhe aktive në politika, ajo me gjitha të vazhdan edhe mirët me të drejtat e njerëjut në përgjithësi. Mirët e kontributi saj për Kosovën? Po, natyrisht edhe Clinton... Edhe kemi ma përzemërna. Po, ndryshe. Pas Hillary Clinton, unë kam përgjedhë, zakonisht kom shku ka kjo lista më shumë feministe, më shumë për të drejtat e grave. Kemi Lydia Poet që është një avokate, faktikisht ka qenë një avokate, është avokatja e parë në Itali, që ju ka hapë derën grave të tjera për të marrë me këtë profesion. Historia saj është shumë frymëzuese. Në fakt është bërë edhe një serial në Netflix për Lydia Poet dhe ata që dojnë me ditë, natyrisht ua propozojnë me pa. Kam shku edhe me një tjetër figur shumë të njohur, do me thonë e cila është mjeshtre e autoportreteve, është Frida Kahlo. Frida e ka paraqit jetën e saj edhe dhimbjen e saj përmes autoportreteve, ka qenë gruaja e parë që nuk ka pas hiç të vështirë me pranu që është biseksuale, dhe krejt çka ka pas në mend me i thonë për gratë në përgjithësi i ka paraqit përmes autoportreteve të saj. Frida ka pas një histori shumë të trisht jetësore. Po, edhe kjo ka ba që ajo edhe me umirë me piktur, ashtu si që është mirë. Po ashtu, kam dalë pak edhe prej grave feministe, le të themi, kam shku pak të gratë muslimane në përbot, cilat po ashtu kanë dhënë kontribut të çmuar. E kemi një inxhiniere, Anjusha, që është Anjusha Ansari, e cila është inxhiniere iraniane dhe është gruaja parë që ka fluturuar në hapësirë. Këtë fluturim... Kemi edhe kësilloj. Po, ajo ka bërë në vitin 2006. Pas kësaj liste,
gjatë në base, kam vazhdu me listën, kam vazhdu me shqiptare, natyrisht numri I tyre është mjaft I madh. Kam fillu listën e femrave me tjetër. zë edhe shqiptare. Veç kam shku pak kronologjikisht, nuk mund është me vendos utën para Simonës, se për shkak të kohës kur këto kanë jetuar. Një rëndikje. Po, Uta Ibrahimin e kemi alpinistjen e parë shqiptare. Alpinistje që për gjatë majat e botës. Shpëse që ta I kaloj edhe tokën, nështë ta me shku tani edhe Mars, apo... Po, kjo ka thonë që nuk dëndalet, kështë që na presim. Natyrisht, në gjitja saj e Everestit të mbahet mend, kështu. Pas Uta Ibrahimit e kemi, si kur asesi nuk kemi si të mungoj Majlinda Kelmendi, e cila tash po e bën punën si trajnere. Ajo natyrisht ka hyë edhe në librin e Guinnessit për krejt ato medalje që I ka marë, dikuj ka 18 medalje nëse nuk ga bëj. Listës pas gjithë shka që ka thuhet për Majlindën është pak, veprat e saj, medaljet e saj, flasin vetë. Edhe busti që ka në shesh të pejës. E pas Majlindës listës I bashkohet edhe Mira Murati, nuk ka si me mungu shqiptarja që ka thyer çdo rekord, themi kështu për pozitën që e ka pas në inteligjencë artificiale, do me thonë ajo ka qenë në krye të OpenAI, ka bërë shumë për ChatGPT, por tash Mira e ke shkriju kompaninë e vetë dhe ish largu prej OpenAI. Më kalon përshtypje shumë me një interviste Mira Muratit, e cila ka tregu se kur është pyet prej nanës saj, se çfarë punë bën, ajo nuk e ka kuptu nana e saj, dhe ka thonë, motra ja ka shpjegu, ka thonë kështu, ajo bën ChatGPT, ka thonë, çka muj me pyet këtë ChatGPT? Ka thonë, a një pyetje kur ka me u martu Mira Murat. Ka mendu që aty e gjem përgjigjen. Nonave që me mujt me I ra tu fmit. Po, kjo është lista që unë kam përgjedhë, në fakto ka qenë shumë e vështirë, sepse keme shumë heroina tona kombëtare, si Nor Kelmendi, Tring Smiley, Shotën, po, shumë gratë e tjera që kishin mujt me qenë këtë listë edhe janë, por me gjithatën e I prezentuam këto. Kontributi I tyre dihet, ato që nuk janë përfshi në listën të në dihet, kontributi qofë në shoqëri, qofë në jetën në përgjithësi. E tash, për pozë vanisës,